solla nga Greqia dhe nga Shqipëria. Nuk e çoj dot. Jemi dhe sakat, nejse. Dalin t'u tregoj tani se çfarë sollu mo njerëz të dashur dhe të bukur. Në kjo se ka marrë valicën e saktë. Të saktën pas ka marrë. Se mora valicën e Evës edhe nuk shaj sigur cila ishte valica. Nejse, këto janë make-upët e këto. Nuk i solla andej këto, i kisha me vete. Këto janë robat. Disa roba që ishin atje, të tepërta. Fasule. Këto i solla nga Eva, mi dha Eva. Tani neve që jetojmë në Angli, i blejmë të gjitha ilaçet nga Greqia, se këtu që do të japin ilaçe është shumë e vështirë. Edhe çfarë na duhen kremra njërën tjetrën, i marrim të gjitha andeja. Që kështu, të gjitha këto që shikoni, i bleva atje, se më kishin skaduar ato që kisha këtu. Ska gjilet skadojnë, nuk u bë gjë. Pastaja. Ara, kam edhe ara të tjera. Edhe ara të tjera, që i përgatiti ma me babin. Seleri të thatë, selino në fakt, jo seleri, selino, e kishte farë mami dhe e mora. Kjo është një vazo me salcë që ka përgatit mami, salcë freskët. Vaj ulliri. Ulli, të cilët i mora kështu dhe duhet i heth në ujë tani dhe në kripë, të cilët i ka përgatit mami dhe janë yami. Reçel fiku. Ç'është ky? Mjaltë. Mjaltë tjetër, të cilën mjaltë e marrim nga Dajua dhe nga Dajkja edhe e dim që është bio edhe është shumë e mirë, ndaj e bie nga Shqipëria. Dhe vaj ulliri tjetër, edhe gjitha këto më dole 22 kg gjysëm, 20 kg kisha, po shikurisht e mirë vajza atje, edhe mi lejoj këti marë të gjitha, nuk më ka të nxjerr ndonjë gjë, kështu që thoni, këto sollu nga Shqipëria.